Zgjedhjet lokale në rrethin e dytë monitorohen nga 1569 vëzhgues, nga të cilët 904 janë vendas dhe 651 janë ndërkombëtar. Gjatë ditës së sotme, në disa vendvotime në Tetov ishte i pranishëm Tahir Shabani, në cilësinë e kryetarit e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim me sjellje në Francë si monitorues ndërkombëtar. Ai bashkëbisedoi me anëtarët e komisioneve të vendvotimeve, duke marrë dhe informacione për rrjedhën e protestit zgjedhor. Shabani me këtë rast është shprehur se në Tetov është duke u votuar në mënyrë demokratike dhe qytetarët e Tetovës treguan nivel të lartë të qytetarisë. Nga kondi i vëzhguesve ndërkombëtar, ne vërejtëm një proces të rregullt, pjesëtarët e komisioneve vendore ishin në nivel, vëzhgues njëkohësisht kishin një mirëkuptim mes veti dhe kjo është një frymë e zhvillimit të demokracisë, ndërsa si për këtë qytetarëve edhe të vërehet niveli i qytetërimit. Tetova ka qenë shembull dhe do mbetet shembull për zonat tjera të Maqedonisë së Veriut, për votues dhe nivelin e tyre për të përgëzuar për zhvillimin e demokracisë dhe udhëheqjen e pushtetit vendor. Urojmë shëndet mbarësi për qytetarët dhe falenderoj për mediat e në veçanti televizionin Koha për përcjelljen e vëzhguesve dhe qendrave të votimit gjatë tërditës. Monitoruesit kanë të drejtë të vëzhgojnë punën e KSZ-s, këshillave komunale zgjedhore dhe këshillave zgjedhore në vendvotime, duke shënuar gjetjet e tyre, por pa penguar punën e organeve zgjedhore. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale votohet në 33 komuna.